Nëse dylli i veshit tuaj është në këtë ngjyrë, urgjent shkoni tek mjeku. Ngjyra e dyllit nga veshi mund të tregojë mjaft për shëndetin tuaj, ndërkohë që, se çfarë ato mund të tregojnë, e verdha është që shpesh tregon se organizmi juaj nuk është çdo gjë në rregull. E verdha e shëndritshme është karakteristike për të vegjëlit dhe duke qenë se ata prodhojnë më shumë dyll, mund të jetë edhe më normale. E hirta e dyllit mund të tregojë ekzema. Nëse dylli është i hirt, mund të tregojë që trupi djersit më shumë se sa është normalisht. Nëse dylli juaj është shumë i errët, mund të ketë edhe shkaktarë të tjerë siç është djersitja dhe stresi. Ngjyra e dyllit dhe gështenjtë e errët, madje edhe e zezë, tregojnë se ka ndodhur grumbullim i mallit i dyllit në vesh. Nëse dylli përmban qelb, gjak, shkoni tek mjeku sepse mund të keni dëmtuar timpanin. Kur i pastroni veshët, mos i bëni vrazh dhe mos e ushtroni thellë deri në daullën e veshit, pasi mund të dëmtoni kështu edhe shëndetin e dëgjimit.